pam më herët që pati një grumbull, nëse mund të themi ashtu, të qytetarëve serb, të cilët fillimisht priten liderët antarët e listës serbe, e më pas shkuan në grup për të votuar. A ka pasur ndonjë incident gjatë kësaj kohe për marrë parasysh grumbullin e madh të qytetarëve? Jo, në fakt nuk ka pasur ndonjë incident që nga fillimi, kur ne jemi angazhu në bazë planit operacional i cili është punu nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë në Prishtinë. Deri tani në këtë moment kur ju raportoni dhe ne jemi këtu, nuk ka ndonjë problem për me theksu. Ne kemi numër të mjaftueshëm të policëve në mënyrë që në rast se ka nevojë me ndërhy, me pas nevojë me ndërhy, ne të mund ta bëjmë një gjë të tillë. Mirë, ne kemi edhe përvojën e zgjedhjeve parlamentare që kanë qenë më herët edhe atëherë nuk kemi pas ndonjë problem, edhe tani nuk konsiderojmë që do të ketë ndonjë problem. Sidoqoftë ne jemi këtu. Megjithatë, përkundër asaj turmës të madhe që pam të qytetarëve, nuk pam shumë pjesëtarë të policisë që qenë po rreth. A është e mjaftueshme ajo prezencë e policisë apo vlerësoni se situata sigurisë është në rregull momentalisht? Kemi numër të mjaftueshëm të policëve, edhe ata që shihen, edhe ata që nuk shihen. Mirë, po kemi plani operacional është i punuar ashtu si duhet. Mirë, në rast se ka nevojë me ndërhy, do të ndërhyet. Sidoqoftë këto janë zgjedhje, kemi fluks njerëzve, ka mundësi ka më shumë paradite, më pak mas dite ose kundërta. Për neve është më rëndësi që situata të kalojë qetë. Sa policë janë angazhu në tërveriu në këtë proces zgjedhor? Është numër i mjaftueshëm i policëve, nuk flasim ne për numra, drejtori i përgjithshëm i policisë ka fol më herët sa unë kam kuptuar për planin operacional. Në ato fjalë jemi, nuk kemi diçka tjetër. Po flasim për tërveriun, ndërsa ne pam një grumbull të qytetarëve në Mitrovicë të veriut, megjithatë ishim më herët edhe në Zveçan, po ashtu patin një numër të konsiderueshëm të qytetarëve, çka në komuna tjera Zveçan, Zubin-Potok, Leposavić, a është situata në kontroll, a ka pas deri tash ndonjë raportim për një parregullsi ose incident që është dashur të thirrët policia? Në asnjë moment policia nuk ka hasur ndonjë parregullsi, ndonjë rast që ne duhet me ndërhy. Ne kemi numër të mjaftueshëm policëve dhe hetime, domethënë hetues policorë të cilët janë koordinim edhe me prokurorinë e shtetit dhe çdo moment kur ka nevojë me ndërhy ata janë. Tani në këtë moment kur ne flasim, ata janë nëpër komuna duke qarkulluar, duke lëviz bashkë edhe me prokuror. Nuk kemi ndonjë incident. A ka pasur edhe qytetar serb që kanë ardhur të organizuar prej Serbisë, a ka pas marrë parasysh përpjekjes kufitare, ka pas ndonjë problem ose incident ose diçka? Nuk kemi informacion që ka pas ndonjë problem, po ajo pyetje më shumë është për policinë kufitare. Ne nuk kemi ndonjë informacion që ka pas ndonjë problem. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit për kohën. Faleminderit.